Se sa e martu thuj. Te dem fort mirë që ne vetë jemi të martume, nuk kam kurfa as një ditë lumëtër se qysh martuan shumë shoqe të mijat. Ke pryt në tur gjona, s'mi ke bo, ju më dashurun faltoren, ma mos o merë me mu kur njëtën tone. Kuptove? Pisodit jam gruja faltore, që mere që së mbeson mu atere. Veç kalo mirë. Alo, ku je vre ti hon shtremt, që i torturon gratë, ha zoti. Ka ne tuti, që është ka po të thamë. Qika veç ka s'ka katranu, me bomë të lajmëru në polici. Ditën tonë s'ki me po. Pesodit kjo është gruja jem, se unë e pi trajtër i mirë gratë. Po, e treta vala. Kur dish me trajtër e i zoti i ma gratë. Kur s'din tikin së kur ti ket, një grua ke po se ke tranu. 3 kam edhe për marak pi trajtëj. Pasha zotin, edhe herë thirë që të numër. Ja thirë grumë, mos goza me thirë, kjo është i shiot. E jam e pesodit. Hajtë me së në firma. E kry tonë, me slamat mos e ta msheli telefonin. Hajtë. Qa tha? U kry tha puna, mo pesodit tha me to s'kam punë. Veç gjithë për që atje harin një pash, se unë ca ko është tajtë për papore e kisët. Hes, najmë. Shkoj, e treta. Pasha zotin, më mgu muë, të mjekësi ke dështu. E di të mjekësi si e hikë që po kënej ka pak, edhe atë të fërës ka hecë, moderator s'po të hecë, kap që të falë, ndesh mi botë i 4 gra. E të që ka nale me mamytë dhe mund shejtonin, Po nash ta kitë bone po drejqin se ko. Kështu që e jeca ma shpet në shtomik se jetë. Ma shumë si një herë, po të i këtu. Një dijon së që shonën e mu. Ne kemi kaluar në momente promocionale. Zonja Zotri, ajo është këngëtare, ajo është aktore, ajo është influencere, ajo vjen sonte për të promovuar këngën e saj, Flutra Muriqi Kelmendi. E Flutra mirë se erdhe. Mirë si u gjeta. Flutur, ka fluturon. Si e Flutur? Mirë, faleminderit. Çka ke fillu më parë? Këngën, aktrimin, apo influencere? Kthehemi ka kamerat. Po, patjetër. Së pari kam fillu me, domethënë, si tiktokere. A tiktokere? Po. Kam hinë live shumë. Me çka godite në TikTok? Me shumë followers, për një herë, domethënë. A për një herë followers? Për një herë, po. Ka qenë befasishme për mua. A u bën followersat për shkak të bukurisë apo për shkak të asaj që e bëje? Për shkak të mençurisë. E pastaj? Pastaj kam pas shumë oferta, më kanë ftu do të marr pjesë në tregimet e vjetra popullore. Ka qenë seriali po, këtu në Kosovë, Fjala e babës, kam pas rolin kryesor aty. Edhe kam marrë shumë klikime ajo. Janë bërë shumë epizode, janë bërë shumë nuk kam pas kohë të marr më shumë, kam qenë e ftuar ende, por kam ndalë aty për momentin, për shkak se jam edhe familjare, edhe nuk më ka premtu koha. Pastaj kam bërë këngët e mia. Fillove me këngë. Po. Dhe ke bërë disa këngë, sigurisht. Po. Me këngë ke bashkëpunu për këngë? Kam bashkëpunu spari me Marko Linjan, këtu në Prishtinë. Është producent shumë i mirë, ka bërë dhe këngë të Dafina Beshirit në ndryshe. Pastaj me Nutelin. Edhe kështu e kam edhe një këngë tjetër të papërfunduar ende. Po ti pas ke bashkëpunuar me bigët në realitet në këtë botë. Po, patjetër. Po bukur shumë. Ke qenë e kënaqur në këto bashkëpunime? Shumë. Si kanë ecë këngët? Mirë? Këngën e dytë e kam pas me Turapin, këngëtari Turapi. Shumë mirë kam ecë, domethënë, këngën e parë që kom po fal. Fori shumë pas ke provu kështu. Andej. Gjitha. Ku mendon se e gjet më mirë? Në gjitha nga pak... Në film apo në këngë? Normal që muzika më flenë në shpirt. Po si influencere vazhdon? Ti jesh aktive? Po, patjetër. Me reklamime, me gjitha këto, po. Vazhdon? Po, patjetër. Ja vlen? Po, ja vlen. Tashi, në TikTok, futesh shpesh, live? Live tash jo, nuk kam shumë ku, mirë po do të mena me këto videot, bëj sa ma shumë që t'japë motivim femrave që të vedisohen edhe t'jenë pamvaruna, kështu. Fillu apet feministe, ha? Pa tjetër, jam shumë feministe. Që e keni dhonë kaq zërë, na krejt drejtat ja u kena dhonë, realisht me kosit spjullon, me prasit spjullon, dhe më thonë, po, kjo nuk është pa drejtësi, në.
Ajo, a? Tashi, janë kliku këto këngët? Po, pa tjetër, po. Dhe më thonë, kam qenë shumë e befasuar për shkak se këngën e parë e kam në arkive kam pas pësume, edhe kam marrë klikime shumë të mira që ka qenë për mu një arritje shumë e lartë. A ke mujtë me ndiku si influencere kështu? Që ta lanë që është ta animosh po, pa masën ma shumë? Pa tjetër, gjithë i kam lajmëruar, edhe gjithë ata që me kanë ndjekë, dhe më thonë, kanë shku ta shikojnë, ta ndëgjojnë këngën time. Sonte, po këndojmë cilin këngë? Dashni. Është kënga ime parë. Dashni. Po. Teksti? Teksti Marko. Edhe muzika Marko. Po, Marko, po. Këndon flutra? Po. E ke bo klip? Po, pa tjetër, po. A po? Po, kam klipin. Është edhe klip. Me klip, pa tjetër. E po bukur shumë, e promovoj? Po, pa tjetër. Ne të mbajmë duart, të dëshirojmë sukseset e botës. Shumë faleminderit. Do të duart të fasim shumë. Shumë faleminderit, jam shumë mirënjohur që më keni ftuar këtë emision kaq të mirë. Të lutem, faleminderit shumë. Skena për ty, gjostrësit e tona. Faleminderit shumë. Flutra Muriqi Kelmendi. Në të bo, dashuri nuk ka palot. Pse bota vërtet është kështu, do të duaj që dashuria mos t'ishte me lot, po si duket ka një mrekulli aty brenda, ka një emision. Një emision thash? Po, një mision. Një emocion. Okej. Ka një herë